them çfarë lexoj këtu. Edhe nëse është avokat, mos kanë Do ta zbulojnë këta nëse është apo jo avokat. Dhe i rast. Ja mund të marrë këtë se edhe nuk e din njerëzit. Çka për publikun. Ajo prokur i është vëdhën një personi që ishte në Fier dhe ishte minoritar, dinte gjuhën greke. I kanë dhënë 2 pasaportat dhe i kanë thënë që të shkojnë në Ministrinë e Brendshme që të verifikoj vizat që përse neve na janë refuzuar hyrja në KKV. Kaq ka qenë. Po edhe po kishte avokat s'ka nevojë. Po jo, nuk ka lidhje, ai vetëm thjesht është dikush është interesuar. Të ishte se do kishim bërë këta vepër penale, do t'i jepnin pasaportat atia me vete që të shkonte në Ministrinë e Brendshme, kush do bënte këtë? Askush. Fake. Shumë alarme nga kjo drejtësire, shumë alarme. U bën shumë. Dhe janë të hapura. Kjo e sot me ishte evitueshme të pak. Ato i kanë të gjitha mundësit për të mos të bërë ky objekt që janë bërë sot. Gjyqtarja ka qenë në procese dhe ju e thatë dhe është vërtet një dyshim që mund të kenë dhe 3 procese bashkë. 3 procese. Mund të kenë edhe konkurrencë brendshme, mund të kenë dhe pakënaqësi, mund të kenë dhe pakënaqësi për çfarë? Shiko, që njëra është më aftë ligjërisë se tjetra. Ambient pune, konkurrencë profesionale, lejohet, jo ligjërisht. Nuk po duhet flasë. Sepse njëra ka një karrierë më të gjatë, ka të posaçme dhe tjetra ka vetëm pak kohë. Ka 1001 arsye, po vetëm arsye ligjore të paktën me çfarë u tha dhe me çfarë është bërë publike se kjo dosje ka dalë disa herë, është përfolur disa herë, vetëm arsye ligjore nuk ka. Edhe nga ana e funksionale të institucionit u tha shumë qartë që është rast i paprecedent që gjykata urdhëron prokurorin që të kryej hetime. Ka po shumë të ralla. Shiko, shumë të ralla, po. Ka një, unë di që ka dhe një raport, ndoshta profesori mund ta thotë më mirë që ka dhe një raport nga institucionet monitoruese të Bashkimit Evropian që e kanë parë si shqetësim në disa raste kur gjykatat kanë urdhëruar prokurorët për të kryer hetime, sepse gjykatat të thashën, po pra. Okej, ndoshta nuk e kapa. Pra kanë tejkaluar kompetencën dhe kjo nuk ka pse të fillojë dhe të bëhet shkelje e vazhdueshme dhe të bëhet normë. Jo, dhe është ideja kur ti e bën për një kolegen tënde me ndoçta bën për një. Por nëse do vë një kallëzim penal, do krijohet një vendim gjykate kot për zonjën Osmani. Nëse më do krijohet, nëse se e prodhojnë këta. Ktu çast po ndodh. Spaku ka rënë komplet totalisht në mashtrimet që po prodhohen. S'po merret me seriozitet me institucionin edhe me dosjet që me të vërtet duhet të merret, po merret me këto gjëra të cilat ka dhe një nonsens tjetër, i cili vjen po nga ajo paketë, që është hartuar keq në disa pika. Për analogji, nëse do kishim një gjyqtar të jurisdiksionit përgjithshëm në gjykatën e Tiranës, dhoma penale, civile, ku diun, do kishim prokurorinë e Tiranës, do ta çonte për kompetencë në Durrës. Nuk do ta mbante dot vet. Po. Dhe do hetoj do gjykojë në Durrës. Në rastin konkret, këta janë në një godinë. Pra heton prokurori Spakut, se Spak është edhe gjykata, edhe byroja, edhe prokuroria. Tmerr, hetojnë, gjykojnë njëri tjetrin. Hetojnë njëri tjetrin. Se këtu ka edhe pavarësia, kjo, ajo, janë shumë koncepte që cënohen. Prandaj ka thënë ai në ligjin e kodit të procedurës penale, thotë që ta jeton dikush tjetër, jo në kompetencë diku tjetër. Po një sekond, momentin që kanë lënë vakum, pra nuk ka kush e heton. Po siç kanë lënë vakum momentin që mbaron mandatin. Ku ta thosh një jurisdiksion edhe momentin që mbaron mandatin një prokurori prapë është vakum se ku do shkojë. Ata do ta mbanin në sallën sepse ajo siç mbaron këtë gjyq, zonja që ka folur sot, hetimeve paraprake, gjyqtarje, mbas një ore shkon bashkë me gjyqtaren tjetër, hyn në një seancë tjetër gjyqësore. Dhe rin 4 orë. Minimalisht është konflikt interesi në parime edhe nen për nen, se ka qenë 3 herë një trup gjykuese bashkë. Ka konflikt interesi të hapur, prandaj kushtetuta dhe kodit procedurës penale, sidomos ky. Prandaj po themun që kjo është provë. Pastaj, ti si prokuror heton gjyqtaren, çon dosjen ke kjo. Mbas një ore ti e ke një tjetër çështje gjyqtaren, ku je palë me të pandeurin. Pra gjyqtarja fillojnë ato mërit pastaj që ti ma çova ato dosjen mua. Pra se është e prekur vetë. Është e prekur vetë kjo. Ta merrën dorë tani. Hajde ta unifikojmë praktikën, që edhe në raste të tilla
të mos hetohet dhe gjykohet nga e njëta trup dhe nga e njëta çati, po të shkojnë në një institucion tjetër, dhe këtu ka vakum reforma, institucioni përgjithshëm, ka vakum këtu reforma në drejtësi. Nuk ka gjetur për shembull disa vende europiane e kanë një prokuror publik që e kanë të pavarur, që ai heton e tjerë. Ne nuk e kemi këtë. Franca e ka këtë. Ne nuk e kemi. Por ne do ta kalojmë një jurisdiksion tjetër, të përgjithshëm. Ofendimi më i madh që të trajtosh prokurorin e Spakut. Me këtë që ka për ligji, më fal. E që trajton si një oficer policisë gjyqësore. Si e ka qepur ligji këtë lloj procedure, që kush e gjykon dhe e heton, aty s'duam ne ka shpërthyer nga të katër anët konflikti personal, jo ligjor. Po. Që ti ma bëre kështu, unë ta rregulloj ty ke çështja filane. Dhe kush është këtu? Më fal, dhe kush është viktima këtu? Qytetarët. Të pandehurit, ata që hetohen nga krau tjetër, se mbi ata do rëndoj. Ajo kërkon diçka, kjo është thonë më shumë. Sado profesional ti kemi ndërtuar institucionet dhe burimet njerëzore që punojnë në këto institucione, është e pamundur që ngarkesat personale të mos reflektojnë brenda institucionit. Është krejtësisht e pamundur. Ti më gjykon mu, ti më heton mu, ti më kthen mu, dhe unë mas një ditë apo 2 ditësh të jemi bashkë për një çështje tjetër. Ka hyrë konflikti. Nuk ka gjë. Janë më trup pas sekta. Ka plas kanali urave të zeza, ta themi troç. Po shkojmë pak publicitet dhe rikthehemi me një tjetër kanal, i cili nuk po mbyllet akoma, urave të zeza të policisë pas ngjarjes të rëndë, shumë të rëndë, të Sarandës. Rikthehemi pas pak.